A është ndaluar me thotë nëse dëshiroj të jetoj në Shqipëri dhe jo në Evropë. Mirë po bashorti ka dëshirë me jetu në Europë. Nuk kisha me thonë që me qenë shkak i ndarjes së ujë, kjo çështje, a me jetu në Shqipëri apo në Europë. E rëndësishme është me jetu si besimtar. Me adhuru Allahun, me kry obligimet karshi Zotit, pasaj karshi bashartëve njëri me tjetrin, me kalu një jetë lumtur edhe me fitu xhenetin. Kudo që mundeni me bë këtë gjë, elhamdulillah. Toka Zotit është e gjerë dhe e gjatë. Prandaj as ti as burri mos ngulni kam vetëm këtu ose vetëm atje. Asesi nuk bën me ardh deri te ndamja e një martese të bekume, të mirë, vetëm për këtë çështje. Të ke fundit lëshani për njani ose tjetri, cili me lëshu për. Në parim, gruja du të me lëshu për, përveç, më kjo që kupton burri, as mos të rritet mendja, që për i dal krah. Përveç, nëse argumente që i sjell bashortja, të burri vetë, janë më të forta për arsye fetare. Për shembull thot, po jetojmë në Shqipëri, se ti e ke babën edhe nanën në Shqipëri. Edhe aty mundesh me i boj zmet ma shumë prindërve, e kemi xhamin afër shtëpisë ose banesës, mund ta falësh namazin rregullisht, mund t'i dërgosh fëmijët në shkollë shqip, mund t'i dërgosh në xhami me mësu te hoxha. E tjerë arsye që në Evropë nuk i ka këto. Prandaj themi në këtë rast, burri duhet me ngu gruan. Me ngu sepse argumentin hakin duhet me ngu. Kështu që gjojni një mesatare si bashart, po gjithmonë prioritet le tjetë çështjet fetare. Zoti ju rujt edhe va mundsoft me pas një martesë të bekume edhe plot lumturi mes jush. Amin.